Natyrisht të dashur miq, duke i uruar një mbrëmje të bukur humori, pra kjo është dalja e Agronit me publikun, kam kënaqësinë që gjithmonë në një emision të spektakolar dhe veçantë timin që quaj Story Opinion, të trajtoj tema të rëndësishme të jetës politike, ekonomike dhe sociale të vendit. Por sot pikërisht kam zgjedhur që në panelin tim të ftoj 3 femra plot sharm, plot feminitet, gjithë bukuri për të diskutuar së bashku për planifikimin e planifikimeve që është planifikimi... Po planifikimi familjar, më familjar, jo financiar. Atëherë pa humbur kohë të dashur miq, ftoj 3 të ftuarat e mia. Pa humbur kohë me njerë, 2 miqtë e mi të përhershëm analistët. Mirë se kënë ardhur. Shqyqja i zoja sa jetë pas ka fillu plazhi. Sa bukur shi që ki zi, ku e boni solarin? Una marrë shligat në mosh, se sa po ka marrë nga një trajtim me aqe si kombo. Pse ne si lahena me milva, kine në gjojnë ase? E të dojtë qka. Unë e një ras si flas. Është zëtri, ti s'ke etik, është zëtri, është zëtri. Të lutem, më falni, ju lutem. Edhe publiku mos të bëjë tifoz se këtu drejtoj unë. Ju lutem shumë. Më falë, sa përsja im, se ato janë zotri e timolla. Ato janë zorë se me vesh të punti. Ju lutem. Atere pa humbur kohë të prezantojmi. Shpejt, ju lutem. Unë jam një zonjën e rume, jam një artiste Shaqira e Kovevrin. Qyqja, Shaqira e? Do të se, emitati këti këta për ta kanë dho me kredi. Shkoni kreqma, në bosh shligat në bosh, se kom me qera se kredia ka shku ka të fiu. Më dheqi. Goni u për vete kam imrin Tilda me shumë para. E kuptova. Atere... Grun karjer shkurt shumë Tilda. Grun karjer, e? Grun karjer. Shumë bukur. Atere, tema është planifikimi familjar. Shumë mirë, a filosur e para? Po, filos. Unë menoj si desha njëherë unë me bo një planifikim, njëherë si e bona unë një planifikim e bre një palë gjinksa, në laburi 7 zonë, më rritë barkure, por e qavojne, i vesh i vetë gjinësat e i karadhoj. Po ti s'ke etik, mërë zëtri, ti s'ke etik, është zëtri. Unë di një ras fares të flas. Je në kundërshtim me vetë vetën, zëtri, ti s'ke etik. Po të lutem, zoti Gjin, po të lutem tani, mos urmeni. Atere, ju lutem, po urdo? Po, kam unë i pyetje. Ju jeni zoti... Unë e kam dhi... Dihet e por mo, dihet mo, dihet. Dimitri. Po, kam një pyetje për këto të treja, të treja me fjallë, për të treja. Më fali juve e përdor një pi... Ale drejshita me lafin! Më falë të mbaroj, e përdor një pi... Pa përdori, gresi se përdori! Të lutem, lere pyetjen të abëjsh më vonë, të lutem, pyetja është e kam për Gjevrian, të lutem, ju jeni grua në karrierë. Si e ndjeni vetën tani që jeni në mes të karrierës? Një gru në karrierë. Po. Do me thë një gru në mes karrierë. Jo, është bashk. Qyqja, qulo pëse me gjitha sekretet e mija intime me di, unë dashke me di tje. Jo, nuk e kisha pa, po urdhro, më falë, urdhro, po, mund ta përfundosh pyetjen, po urdhro. Kam i pyetje për këto të treja. Po, të treja se 4 janë. Po, më falë, juve, para se të bëni se këshu shka punë, duhet të keni parasysh të gjëra. Juve, përdorni Ma vjen kejt, më letë. Qyqja dhe goni qa nivelli pas keftu. Lutem tani. Më vjen shumë kejta që ka një pyetje. A përdorni Por hajde, pëshishin me kokë. kokra, kontraceptiv nga ato. Do të mordeshun, ka këtë gjërat Kontraceptiv, përdorni kontraceptiv? Hajt kjo? Hajt? Ti s'ke etikën, zëtri. Është zëtri. Të lutem, o zoti Gjin, mos urbe, dhe në fundit, trego pak respekt, është zonjë, nuk është zotri. Të lutem. Unë e një ras
si flas fare. Ti e kontradiktor, është zotri. Po të lutem pra, o zoti gjithë të lutem. Atere, ju, zonjë nderuar, sa fëmijë keni, pra ky është planifikimi, koncepti planifikim familjar. Sa fëmijë keni? I keni bërë me planifikim? Pa, unë gona, që kur u martova me Diun, kishin shumë i natë, e ne më kishin boj magji, e ne ku ma kishin fut, poshtë 2 seko. Po, e ne I thira Diut. Diu! Që kemi tha, hecë më fry qiki thasha shumë e kryp, se vdi që am zu magjia. Të fryu? E ne më fryu. Kupta? Kështu? Kuptove. Por Qa në veli pas kefturi Prit, masa ne si u fryva, bona 12 kalamoj, 7 quna e në 8 goca. Mirë. Qa në veli Ise si mama ime. Edhe ja 12 kalabëj ka bo, 7 quna e nasi gocë. Më falë, se kam një ndërhyje, më falë. Qa në veli pas kefturi Ti s'ke digër, Më falë, zotri, ti s'ke digër. Dajtoj unë, urdhro. Më falë. Apo gruja e vitit 12 kalamoj, po çdo gjë me planifikim me min. Qa të flasri, se sa kalamoj ke voti për vetën e jote. Me planifikim çdo gjë. 11 copë kom bërë. Mashallah. Urdhro. Më falë që po e them kështu, po ju s'pas keni të ngop me ka... Me kalamaj, me ngop me kalamaj, me qanë gjithë të kalamaj. O, po nuk është zotri, është zoj. Se na ejte. O, zoti gjithë, po të lutem tani. Vje keqe, zotria grët. O, po ju lutem, pra. Më konkretisht. Ka një pyetje, zotria grët. Urdhro, pyetjen. Si e boni ju mërë zotri të deruar? Si e boni ju që duhet me majtë? E në fmi, e në burë, e në dashnor. Në ratë pari herë, tira ma shligat se unë jam një zënjush. U kam hanë dhe dashnorit, se burit ja tregoj qefin unë. E sistemoj. Po, qështu? Unë të rast flas. Ti s'ke tigër, zotri. Po ti e kontradiktor me vetin e zotri. Ju lutem mos u bëj gonin, na bëjnë pyetjet më Rezultat, ma thashtë një herë tjetër që këtu fitet për planifikimi familjar. Duhet jetë, domethënë, një planifikim I organizuar, apo ja lini thjesht rutinës. Në qoftë se ju nuk keni përgjigje për këtë, natyrisht analistët mund të drejtojnë çdo lloj pyetje. Hamone gono se na mytën emocione qafsh mu. E di si kom emocione, si mo fy barku. Riziko të mpane diu, amon diu, kryqik veshin, se I thash diut, po kryjta veshin, kom për shnet. O, të lutem. O, zon. Në falë, zotri. Të lutem, urdhro. Zotri nderu e tjetë për të krujt me, kruj gjohë këtu unë. Që ti thonë fronit që atë ke për të morë ka shpaja babë, se shpaja më takon O, të lutem tani, o, ju lutem. Më vjen Të lutem, o, gjithë. Ky mua bet vati, ku vati qa... Që shpëta hate, se ka Qa vino, t'ka fiksi. O, ju lutem. Nuk është punë qa... Atë qafja tomi shodhë qafja. O, të lutem, o, të lutem. Fale tani. Shedu po, të s'ka një tigre. Ju shplaf mua, ju shplaf Alia, ju qitë zoti fajt, ju qitë hedrejt. Që s'boj kjo emisioni? Se... S'boj kjo emisioni. Hame gono, e shef qa nivelli. Qërë së përqenë? Hame falta dhe se me thonë, ha. E shef qa nivelli pas keftu, një të 10 emisioni. Kush na? Ja të lutem shumë. Ata s'ka e tik, s'ka. Emisioni bëhet shumë. Rrës se lipi isha. Po. Ullu më zëtë, Ju lutem. Dhe gjotë të paralajmëroj, të përjashtojnë emisioni dhe mos dukesh më. Shkuptim ka kjo? S'ka kuptim fare. S'ka kuptim, po ka atmosferë. Po, qështu. Ju faleminderit, ishim në emisionin tim, faleminderit, edhe një herë tjetër do të takojmë sërish, miru takofshim në emisionin tjetër. Faleminderit.